Përshëndetje miq, unë sot kam përgatitur pulë me patate të pjekur në furrë që ka dalë shumë e butë dhe shumë e shijshme. Për të përgatitur pulën na duhen këto përbërës që po shikoni tani. Së pari marrim 2 lugë çaji të vogla hudhër të bluar. Pastaj marrim 3 lugë të vogla spesë të kusht të bluar. Këtu kemi marrë 2 lugë të vogla shafran. Marrim dhe 2 lugë piper të zi. Gjithashtu 1 lugë çaji ginger. Dhe në fund marrim krip, siç po shikoni, diku 1 lugë mesatar. Pasi kemi përgatitur erëzat, marrim 200 gram kos dhe i hedhim në një enë. Pastaj marrim 7 thelbi hudhëre dhe i grim në pjesë të vogla dhe ja hedhim kosit. Unë hudhërën e përdor shumë kur unë gatuaj mish të pjekur, sepse jep një shije dhe një aromë shumë të shijshme mishi. Por nuk kemi mbaruar në kaq. Që mishi të dalë akoma dhe më i shijshëm na duhet dhe lëngu i limonit, kështu që unë kam përdor lëngun e 1 limoni dhe ja kam hedhur sipër salsës. Pastaj kam marrë 1 lugë e gjysmë salcë domate, gjithashtu kam marrë dhe 2 lugë vaj ulliri. Dhe në fund kam hedhur të gjitha erëzat që kemi përgatitur më përpara. I përzijem të gjitha së bashku dhe në fund vendosim pulën tek salca që kemi përgatitur. E lyjmë në të gjitha anët dhe pastaj e vendosim në frigorifer për 30 minuta, që pula të marrë aromen e erëzave. Gjatë kohës që mishin e kemi në frigorifer, fillojmë me përgatitjen e patatëve. Unë kam marrë patate, karrota, qepë si dhe kungulleshka. I kam përë në pjesë të holla dhe sipër kam hedhur vaj ulliri si dhe krip. I përzijem të gjitha së bashku që patatet të marrin kripin dhe vajin. Tani marrim pulën dhe e vendosim në mes. Ja kështu siç po shikoni. Me salcën që na ka ngelur marrim dhe ja u hedhim patateve sipër. Pastaj fillojmë dhe i përzijem nga pak që dhe patatet të marrin aromën e erëzave. Dhe në fund ja hedh gjysmë gote me ujë që unë kam harruar ta filmoj dhe t'ju tregoj. Tani marrim letër kuzhine dhe letër alumini dhe ja vendosim sipër. E vendosim në furrë për ta pjekur për 200 gradë rreth 1 orë. Pasi është bërë 1 orë, marrim dhe ja largojmë letrën e aluminit dhe e lëm të piqet dhe për 15 minuta të tjera që mishi të marrë një ngjyrë të kuqe, kështu siç po e shikoni në video. Dhe ja shikoni rezultatin. Mishi ka dalë shumë i shijshëm dhe shumë i butë për ta ngrënë. Shpresoj që të ju ketë pëlqyer receta ime dhe ta provoni ndonjë ditë. Dhe nëse e provoni ju bëft mirë. Shifemi në recetën e radhës.